Nëse hani djath para gjumit për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Djathi është një ushqim i pasur me vlera të mira për organizmin dhe nëse konsumohet pa e tepruar, ai është i pasur me kalcium, minerale të nevojshme për kockat. Djathi përmban gjithashtu nivele të larta të proteinave të cilat i nevojiten organizmit tuaj në tërësi. Djathi do të nxjisë dhe do të përmirësojë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit dhe nga ana tjetër nuk do të shkaktojë probleme me tretjen. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse ai konsumohet në formën e tij natyrale, përfitimet që do të merrni nga konsumi i djathit do të jenë vërtet mbreslënse. Nëse e konsumoni direkt të djathin para gjumit, yndyrat tek djathi mund të prishin cilësinë e tij. Prandaj, ai rekomandohet të konsumohet të paktën një orë e gjysmë përpara gjumit. Në këtë mënyrë, djathi i konsumuar në mbrëmje mund të nxjisë një sër përfitimesh të rëndësishme për organizmin dhe të parandaloni një sër problemesh. Djathi për një gjumë më të qetë dhe më të rehatshëm. Një studim i fundit britanik, të cilit i referohemi sipas Healthline, arriti në konkluzionin se ngrënia e djathit rreth një orë përpara fjetjes i ndihmoi personat që t'i zëri gjumi më lehtë. Roli qëndron tek vlerat që djathi jep. Djathi i atribuohet edhe një aminoacid i njohur si elementi triptofan. Ky aminoacid përdoret nga organizmi për të prodhuar hormonet e serotoninës, të cilat rregullojnë gjithashtu edhe humorin, qetësojnë njeriun dhe përshpejtojnë edhe hardhjen e gjumit. Kujdes me yndyrën që konsumoni gjatë ditës. Në krahasim me karbohidratet dhe proteinat, yndyrnat treten me shumë vështirësi. Kjo do të thotë se ju nëse hani një sasi të madhe të djathit me yndyrë direkt para gjumit, do të keni probleme me gjumin. Prandaj në këtë rast, këshillohet që të mos konsumoni më shumë se 40 gram djath në ditë. Ekspertët rekomandojnë konsumin e djathrave pa yndyrë, në mënyrë që përfitimet e tij në organizëm të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu të fuqishme. Djathi është një ndër produktet më të preferuara të shqiptarëve, që konsumohet masivisht nga të gjithë personat. Këtë e thot një analizë e të paktën 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit në organizëm dhe përfitimet që ai jep edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Të dhënat e Healthline tregojnë se rreth 30% e prodhuar të qumshtit në vendin tonë shkon gjithashtu edhe për përpunimin e djathit. Ndaj, nëse doni të merrni vlerat e tij në shëndetin tuaj, atëherë duhet ta shtoni djathin si pjesë përbërëse edhe të një organizmi të shëndetshëm. Kryesisht këshillohet të konsumoni djathin e bardhë dhe atë të përgatitur vetë në kushte shtëpie, në mënyrë që vlerat e tij të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu të fuqishme. Djathi përmban disa lëndë të rëndësishme ushqyese siç janë kalciumi, zinku, vitaminat A dhe vitaminat B12, të cilat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Prandaj, shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të kthehet në një element të fuqishëm mbrojtës për organizmin, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi është i pasur me yndyrna të ngopura, ndaj deri më sot besohet se ai do të rriste nivelin e kolesterolit dhe riskun e sëmundjeve në zemër. Por studimet e reja, të cilave u referohemi sipas Healthline, citojnë se djathi është shumë i mirë për shëndetin e zemrës dhe si i tillë nuk duhet të mungojë në vaktet tuaja ditore. Ekspertët e tregojnë se shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje nga më të rëndësishmet ushqyese për mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Të gjitha studimet analizuan mbi këtë çështje përfitimet e plot 200.000 personave që konsumuan djath në mënyrë të rregullt në dietën e tyre. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat tregojnë se shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit të zemrës dhe më pak komplikacione të saj. Personat që konsumojnë djath ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet që i kanosen shëndetit të kardiovaskular. Ato ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar gjithashtu edhe nga problemet e ishemisë.
Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Djathi është një nga ushqimet më të vlefshme për vlerat e tij dhe një burim shumë i njohur i elementit të proteinës, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve të vlefshme për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Efektet e djathit në organizëm janë në vërtet mbreslënse dhe mund të nxisin të keni një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe më pak komplikacione që i kanosen atij. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet edhe në një burim të mirë të vitaminës E, vitaminës K, riboflavinës, niacinës, vitaminës B6, folatit, magneziumit, vitaminës B12 dhe acidit pantotenik dhe betainës, të cilat janë elementë të rëndësishëm për ndikimin që kanë në shëndetin tuaj dhe parandalimin e problemeve që ju kanosen. Cilët persona nuk e duan djathin? Ai është një nga ushqimet më të rëndësishme që edhe një vakt të thjesht mund ta shndrojë në një vakt të pasur ushqyes me elementë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një element të mirë ushqyes dhe parandalues kundër shqetësimeve. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, kjo për shkak të vlerave të tij shëndetësore që bart edhe ndikimin që ka në organizëm. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Duke qenë se është një nga produktet që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt ka vlerat e tij më të mëdha dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të djathit. Sipas ekspertëve, djathi mund të konsumohet në të gjitha vaktet, por mëngjesi është më i këshilluari, kjo për shkak se djathi do të përmbajë edhe nivele më të mira të ushqyesve për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore të mëngjesit është më i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është një nga produktet e bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat që gjenden te djathi do ta shndrojnë gjithashtu edhe tretjen tuaj më efektive dhe do të parandalojnë edhe komplikacionet e saj. Në bazë të vlerave që ka djathi, vetit antiinflamatore të tij do të ndihmojnë të keni një tretje më efektive, të parandaloni komplikacione dhe të nxisni të keni një organizëm më të fortë, gjithashtu edhe më të shëndetshëm. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese që duhet të shtoni në dietën tuaj. Djathi ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka vetëm 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse me vlera të shtuara për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i djathit të bardhë në dietën tuaj do të jetë një burim shumë i rëndësishëm i proteinës. Përveç sasive të rekomanduara të kalciumit, djathi i bardhë përmban nivele shumë të mira të proteinave. Të gjitha ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga ana tjetër, ato japin organizmit edhe elementet ushqyes më të rëndësishëm, duke dhënë kështu një jetëgjatësi dhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj muskulor. Djathi është i pasur gjithashtu edhe me vitamina të rëndësishme, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e organizmit. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina, të cilat janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore. Vitamina B6 ka një funksion të mirë thelbësor edhe për metabolizimin, formimin e qelizave të reja, ndërkaq që vitamina A, fal antioksidantëve që ajo përmban, lufton gjithashtu të gjitha problemet e radikaleve të lira. Ndaj shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të organizmit. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.